prej Kryqës Madhe. Edhe unë jam rrit me këto numra. Numri i civilëve të vramë është 243, nuk është 197. Edhe po du me ditë ku i ka marrë domethënë këto dhona, ku janë bazu, edhe po ashtu po du me ditë kanë na kanë hek tash. Ta dia ma kanë hek babën, ma kanë hek axhën, 3 gjallart, apo kanë ma kanë hek mu këtu, që i kanë vendosur 197 civil domethënë të vramë. Kjo është zvoglimi i asaj domethënë çka ka ndodhur në Kosovë. Me këtë rast, na jemi të zvoglu, domethënë këtë numër, duke i treguar edhe botës që, okay, ato dhona të cilat i kemi marrë ne më herët, edhe janë kënd të sakta, tash nuk qenë kanë sakta, na kena arrit atëherë, domethënë, numrin, se na është dashur me arrit për publike për këto, e tash po na del që jo. Unë e ftoj kushdo që e ka bërë këtë raport, shkojnë edhe të shohin varret në Kryqë të Madhe, pra. Aty në Kryqë të Madhe kemi varret e njerëzve të cilët janë gjetur, edhe varret të cilët janë të pagjetur. Baba jam është një prej tyre të pagjeturve, që janë 60 persona akoma të pagjetur, edhe aty na mujna bisedu edhe me një bashkë me ata, kushdo që u kon që e ka bërë raportin, edhe ta shohim apo i dalin 197 apo po i dalin 243. Ky është turp për Kosovën, e sidomos në këtë kohë kur na po i kemi domethënë edhe dënimin e 4 krerëve të UÇK-s, padrejtësisht me 180 vjet burg, kur gjithë ata serb cilët e bënën këto masakra, cilët e bënën këtë luftë në Kosovë, për 13.500 vrasje që i kanë bënë në Kosovë, janë dënuar me vetëm 150 vjet në total. 150 vjet në total. Na po i dënojmë 4 me 180 vjet. Domethënë haka po na i dënon me 180 vjet. Atëherë domethënë këtu është një padrejtësi shumë e madhe internacionale, po të njëjtën kohë me e bë edhe padrejtësinë nga ana shtetit tonë, institucionet tona, është e